SPAK godet disa nga kokat e narkotrafikut, përgjegjës për furnizimin e Europës me kokainë nga përtej oqeanit. Prokuroria e posaçme zhvilloi një aksion të gjerë kundër 20 personave që dyshohet se kanë kryer pastrim parash nga trafiku masiv ndërkombëtar i kokainës. Nga këto masa 5 janë arrest shtëpie, ndërsa 15 në burg. Operacioni u shtri në 3 qytetet vendit, Tiranë, Durrës dhe Vlorë, ndërsa përmes burimesh, Vision Plus mësoi se janë goditur 2 grupe kriminale, të cilët të mirë organizuar kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin me role të ndara. Mes flet arresteve të prera bën pjesë biznesmeni shumë përfolur Artur Shehu, i cili gëzon pronësinë e pjesës më të madhe të Zvërnecit, por masa për të nuk është ekzekutuar pasi ai ndodhet në SBA me azil politik. Sipas organit të akuzës, ai akuzohet për pastrim parash, i financuar nga vëllezërit që akuzohen për trafik droge, Erion dhe Adrian Rama. SPAK me kërkesë të 2 prokurorëve të posaçëm, Altin Dumani dhe Elida Kaçkini, kanë urdhëruar edhe arrestimin e vëllezërve Koçeku, Arturit që dyshohet si koka e grupit kriminal, Abedinit dhe Ervinit. As këta nuk u vuan pas hekurave sepse ndodhen në Dubai, por SPAK ka arritur të provojë trafikun transnacional të drogës që ata kanë kryer nga vendet e Amerikës Latine. Sipas prokurorisë, ishte biznesmeni Ilir Shtufi, për të cilin është nxjerrë gjithashtu urdhri i arrestit në burg, ai që pastronte paratë e tyre, por as ai nuk u arrit të arrestohet, ndërsa në qeli për po të njëjtën vepër penale përfundoi biznesmeni Orest Sota. Nën sekuestro përfunduan rreth 128 milionë euro në llogarinë e noteres Amela Mukaj, të përdorura në 3 shitblerje tokash në Zvërnec, po ashtu janë sekuestruar me mijëra hektar tokë, 7 vila në Palas, 2 në Rolling Hills, në Jalë dhe Sarand, mbi 20 apartamente, qindra garazhe dhe mbi 50 llogari bankare.